shkëpus pikët e plota në këtë përballje, ndërkohë Mentor Edi e pshenjë për Njëra po posqesh për daljen e Evropë, tjetra po venitet në zonën e barazhit. tjetër qojmë, lëvizje shumë e mirë, mundësia. Llapi dhe Feriza u përballën të njëjtën në stadiumin Zair Pajaziti për të kërkuar vetëm 3 pikët në fushë. Rastin e parë serioze patën vendasit me Arianet Hasanin, i cili nga kjo pozitë nuk ja doli të realizoj. Hasani provoi edhe një herë në minutën e 41, por në vend ishte portier Jovanovski. Marko Jovanovski. Pjesa e parë nuk prodhoi gola, ndonse kishte mundësi të tjera të krijuara. E dyta ishte më ndryshe. Ishin mysafirët që kaluan e përsi të paret me anë të Erjan Sadriut pas një orloj. Ishte mbrojtësi Antoni Lecki, i cili me një diagonale të saktë e gjeti Sadriun duke shënuar si sulmuesi vërtet. Super asistimi ti. Vendasit nisën të kundërpërgjigjeshin me një herë me Ilir Blakçorin që dërgoi një harkim të mirë për Ardet Tahirin, por goditja e tij me kohë shkoi mbi port. Jashtë përfundon. Megjithatë 2 minuta më vonë u akordua penallti për llapin pas kësaj ndërhyrje. I saktë nga penalltia ishte Ardet Tahiri që e solli rezultatin në baraspesh. Deri në fund nuk u tundën me portat me ndeshjen e Podujevës që u mbyll pa fitues. Ky barazim nuk ndryshoi pozitat në tabel. Feriza mbetet i 4 me 49 pikë, aq sa ka dhe Malisheva në vendin e 3, ndërsa Llapi është i 8 me 41 pikë, vetëm 1 pikë më pak se Dugaxhini i vendit të 7. Mentor Edi ndajnë pikët.